Përshëndetje, mirë se vini sërish në një tjetër puntat të emisionit Dritarja e Doktorit. Sot do të bisedojmë mbi shëndetin mendor, të cilin e ka bërë shumë të nevojshëm edhe situata e pandemisë. Ndaj ne kemi ardhur pranë shërbimit neurovaskular në kryeqytet për të biseduar me mjekun neurolog Eris Ranxha, por dhe për të biseduar në kujtim të mjekut të njohur neurolog Drini Dobi, i cili humbi jetën një vit më parë në kryet e detyrës pas infektimit me COVID-19. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje. Doja të pyesja, çfarë bën një mjek neurolog dhe çfarë sëmundjesh trajton ai? Spektri i patologjive që trajton neurologu është shumë i gjerë, në aspektin që të gjitha sëmundjet që dëmtojnë sistemin nervor qendror dhe periferik janë sëmundje që vlerësohen, diagnostikohen dhe trajtohen nga neurologu. Duke patur parasysh që sistemi nervor qendror ka një rëndësi shumë të veçantë në mirëfunksionimin e individit, kuptohet që edhe rëndësia e vlerësimit të shpejtë të simptomave, trajtimit të tyre merr një rëndësi të veçantë, duke patur parasysh që sistemi nervor qendror është regulatori gjithë organeve mirëfunksionuese në trupin e njeriut. Tu ku ndodhemi sot është shërbimi neurovaskular, ku trajtohet një nga sëmundjet më problematike, më akute të sistemit nervor të njeriut, është shërbimi neurovaskular, që nënkupton të gjitha sëmundjet që dëmtojnë trurin në mënyrë të menjëhershme, siç janë ishemit apo hemoragjitë cerebrale të gjitha llojeve, është vendi ku trajtohen ky spital. Kush janë shenjat më të shpeshta të kësaj situate? Kuptohet që dëmtimi i trurit pasqyrohet shumë thjesht në atë që mund të evidentojnë njerëzit, në paralizat e pjesshme të trupit, në paralizat e plota të trupit, në çrregullimet e të folurit, në paaftësi për të kryer veprime në mënyrë të menjëhershme, dhe kjo situatë është shumë dramatike, kështu që shenjat janë lehtësisht dallueshme. Gabimi që bëhet më shpesh nga familjarët është fakti i vonesës. Në vitet e fundit ka marrë një rëndësi shumë të veçantë prezantimi në kohë në spital, sepse ardhja shpejt në spital i jep mundësi mjekëve që të bëjnë një regres total të simptomatikës. Procedurat të patrajtuara, edhe pse pacienti ka shenja, vjen me vonesë te kjo. Neglizhohet me parimet e hershme që kanë qenë që nëse i sëmuri nuk lëvizet, ecuria është më e mirë. Ndërkohë që era e re e mjekësisë ka mirë përcaktuar rrugën e trajtimit të këtyre sëmurëve, që nënkupton sa më shpejt të vish në spital, aq më i mirë është trajtimi dhe aq më e madhe është mundësia që pasojat e sëmundjes të zhbëhen ose pakta të minimizohen. Ne po flasim për pasojat dramatike, domethënë ku paraliza që është më e dukshme është në shenjat më të lehta të sëmundjes, sepse avancimi i sëmundjes rrezikon ndjeshëm jetën e pacientit. Në fakt, çrregullimet neurologjike janë ndër sëmundjet, mund të them, më të frikshme për njeriu, sepse mund të arrijnë deri në atë gjendje që humbet aftësinë e komunikimit, e të folurit, aftësinë për të lëvizur. Cilët janë shkaktarët që çojnë në këto çrregullime? Është totalisht e vërtet kjo që sapo përmendët. Fakti është që sëmundjet neurologjike janë ndër sëmundjet, konkretisht aksidenti vaskular cerebral, ishemik apo hemorragjik, është ndër shkaqet i pari në botë për invaliditet, që nuk kupton sëmundja dëmton rënd dhe në mënyrë shumë të rëndësishme cilësinë e jetesës, që nuk kupton patologjia mbase nuk është shkaktare e humbjes së jetës, por dëmet që lë janë dëme të parikthyer dhe që invalidizojnë sëmurin duke prekur ndjeshëm cilësinë e jetesës. Që nga paralizat, që janë ato që evidentohen lehtë dhe janë të kuptueshme, në të cilën pacienti humbet aftësinë për të qenë i pavarur dhe për të kryer nevojat e tija personale të përditshme, deri te pamundësia për të folur apo për të qenë korrekt në veprime të thjeshta, që nuk kuptoni humbet aftësinë për të qenë bashkëpunues me ambientin, deri tek ato që penalizojnë në mënyrë të drejtë për drejtë mirëfunksionimin individual, siç janë ngëlltitja, nuhatja, shikimi, janë të gjitha rrjedhoj e dëmtimit të sistemit nervor, që nuk kupton. Nëse situatat vlerësohen në kohën e dur dhe nëse prezantohet shpejt në spital, të gjitha këto aksidente të natyrës ishemike kanë një rëndësi shumë të veçantë, sepse
ka një dritare terapeutike që nuk kupton nëse kjo dritare shkon nga 3.5 orë deri në 6 orë për metoda të ndryshme trajtimi, është një dritare kohore që është e vetmja që mjeku mund të shfrytëzojë për ta zhbërë atë që kanë filluar të ndodhi në trurin e pacientit. Pas kësaj dritare, mjeku vetëm lehtëson sëmurin në aspektin që i krijon të gjitha kushtet mjekësore për të përshtatur me dëmtimin, por për fat keq dëmtimi bëhet i parikthyer. Se ndikon faktori gjenetik në këto patologji? Sa mundësi kanë që të gjitha këto patologji të trashëgohen? Ka disa sëmundje neurologjike që janë të karakterit gjenetik, që nuk kupton njihet një linje drejt për drejt trashëgimie, por për fat të mirë këto janë sëmundje shumë të rralla. Kanë të keqen e madhe se duke qenë gjenetike dhe të trashëgueshme, prezantimi klinik i sëmurit bëhet që në moshë të hershme, që në moshë të vogël dhe evidentohet kollaj sepse janë problematika që penalizojnë ndjeshëm zhvillimin e fëmijës dhe përrjedhoj evidentohen shumë kollaj. Ndërkohë, në sëmundjet e tjera të gjeneratave më të mëdha të moshës, karakteri gjenetik kanë sëmundjet që janë sëmundje kronike që bëhen shkak për të dhënë invaliditete neurologjike, për të dhënë sëmundje neurologjike. Domethënë njihet teorikisht që ka një predispozit ndërmjet gjithë pacientëve që janë hipertensiv, që nuk kupton nëse prindit kanë qenë sëmurë me hipertension, njihet risku që dhe fëmijët të pasqyrojnë tension në mosha më të hershme se pjesa tjetër e popullatës. E njëjta logjik funksionon edhe për diabetin, që janë dy ndër shkaktarët më madhor të sëmundjeve neurologjike të karakterit të dëmtimit të trurit të tipit hemorragjie apo ishemi cerebrale. Gjithashtu infektimi me COVID-19 solli edhe komplikacione neurologjike tek pacientët e infektuar. Cilat ishin komplikacionet më të shpeshta? Për fat keq, Covidi ishte ajo drama e madhe që e gjeti mjekësinë të papërgatitur ndaj një virusi që ecurinë e tij nuk e njihnim, nuk e dimë radhën si i prekte organet dhe si i dëmtonte sistemet e të sëmurit. Ajo që ne kemi evidentuar tashmë pothuajse 2 vjet në momentin që jemi goditur nga kjo pandemi, është evidentuar që dhe sistemi nervor vuan këtë situatë. Dëmtimi i sistemit nervor është lidhur me keq funksionimin e enëve të gjakut. Është e dëgjuar tashmë që zgjedhja kryesore e virusit ka qenë dëmtimi i mushkërisë, që në ecurinë e tij bënte shumë herë dëmtim të enëve të gjakut të mushkërisë. Është i njëjti parim edhe për enët e gjakut të trurit. Ato dëmtohen në mënyrë të parikthyer duke sjellur përpasoj humbjen e fluksit të gjakut në atë pjesë të trurit që pasqyrohet me infarkt. Edhe ecuria është si gjithë infarkteve të tjerë, e vetmja e keqe e madhe e kësaj situate është fakti që këtu kemi një sëmur që nuk ka vetëm trurin të dëmtuar, por është një subjekt që ka një sëmundje virale sistemike që ka dëmtuar mushkërinë paraprakisht dhe stacioni i dytë bëhet sistemi nervor neurologjik. Pra kemi një sëmur që kemi vuajtje të madhe të dy organeve me rëndësi vitale, të mushkërisë dhe të trurit, ku mjaftonte që vetëm dëmtimi i trurit ta penalizojë cilësinë edhe të rrezikojë jetën e sëmurit, duke u mbivendosur dhe vuajtja e organeve të tjera, e ndërlikon shumë si trajtimin, si ecurinë pozitive të mundshme të sëmurit. Nga krahu tjetër, duke qenë se Covidi ishte sëmundje që zgjat në kohë, nuk është situatë që zgjidhet për një kohë të shkurtër, duke qenë se e gjeti popullsinë të papërgatitur në mënyrë të menjëhershme, gjenerimi i niveleve të ankthit për këtë patologji që ishte e panjohur dhe frika ndaj një sëmundje që nuk dihej ecuria, e ngarkoi shumë nga ana emocionale popullatën që nuk kupton. Ne kemi pasur subjekte që nuk ishin sëmur, që ecuria e sëmundjes e Covidit ishte shumë pozitive, shumë e lehtë dhe ana emocionale e tyre ishte dërmuar, domethënë frika, sepse po flasim për një sëmundje që as mjeku, as i sëmuri nuk e ka të mundur ta parashikojë me siguri ecurinë dhe si rrjedhoi e kësaj pacientët e vuajtën shumë frikën e një ecurie jo të mirë të mundshme. Prezantimet në spital kanë qenë të gjitha natyrave, që nuk kupton, ka patur njerëz që e kanë kaluar Covidin dhe pa kuptuar që e kanë kaluar, vazhdojnë akoma të vuajnë simptomat që la pikërisht nga pas kjo situatë, ana emocionale e paqëndrueshme, si rrjedhoje çrregullimeve të ditëve të para nga frika se mos Covidi do bënte atë ecurinë patologjike, problematike. Si veprohet në këto raste për ta tejkaluar këtë gjendje? Domethënë gjithmonë varet, parimi i mjekësisë moderne është fakti që duhet mjekuar shkaku. Domethënë në momentin që Covidi kishte ecuri pozitive, kjo jepte sigurinë mjekut që
të fitonte dy elementë shumë të rëndësishëm në luftën kundër kësaj patologjie, që ecuria në vetvete e sëmundjes do ishte e mirë. Dhe të gjitha këto mbivendosje të karakterit emocional duhet zgjidhur ajo që e bezdis më shumë pacientin, në kuptimin që nëse pacienti ka shëgullimet e gjumit, nëse ti arrin të rregullosh cilësinë e gjumit, pacienti bën ecuri shumë të mirë. Nëse ajo që e ndërlikon më shumë ecurinë janë ataket e panikut, domethënë episode të shpeshta me frikë nga kjo situatë, mjafton të dominosh ataket e panikut dhe ecuria bëhet shumë pozitive. Për fat keq Covidi i traumatizoi njerëzit dhe i largoi nga mjeku, në kuptimin që ishte frikë shumë e madhe sepse mos kontakti me mjekun do ta ngarkonte me mjekim. Të gjitha situatat kanë zgjidhje mjekësore, që nuk kupton nëse ndërhyet në kohën e dur, nëse dominohet simptomatika që e bezdis më shumë pacientin, ecuria është shumë herë më pozitive si në vetvete e Covidit, ashtu dhe simptomave që gjenerojnë nga frika nga kjo sëmundje. Fatkeqësisht prej pandemisë kanë humbur dhe vazhdojnë po humbasin jetën shumë njerëz. Ju keni humbur mikun tuaj, bashkëpunëtorin tuaj, mjekun Drini Dobi, i cili u infektua me Covid prej para gati 1 viti dhe humbi jetën. Si e kujtoni ju atë, si mik, si profesionist, si mjek? Unë me doktor Drinin jam njohur që në fillimet e mia, në momentin kur unë po formohesha si neurolog, kontakti i parë ka qenë me doktor Drini Dobi dhe kam qenë gjithmonë bashkëpunëtar në rrugën time me profesionalizmin e tij. Ajo që ka qenë karakteristik shumë e madhe dhe veçantë të Drinit ka qenë fakti që si neurolog kishte aftësinë që jo të gjitha situatat i zgjidhte me farmakologji, me medikamente. Kishte një përshtatje shumë të mirë me pacientin që kishte përballë dhe këtë e kishte aftësi personale që nuk kupton, mund të vizitonte pafund pacient dhe secili i jepte të dëgjonte atë që duhet të dëgjonte. Ndërhyrjet medikamentoze kanë qenë shumë minimale, ndërkohë që ecuria ka qenë pozitive të gjithë pacientët. Ishte njeriu i çuditërave që nuk kupton, ishte njeri që në të njëjtën kohë mund të bënte 3 punë, ishte njeri që në të njëjtën kohë mund të zgjidhte shumë probleme. Aftësi shumë të mira menaxheriale, aftësi shumë të mira komunikuese. Humbja e doktor Drinit ishte humbje shumë e madhe, jo vetëm për polin e neuroshkencave, por për gjithë mjekësinë shqiptare. Ky repart tani mban dhe emrin e tij, doktor Drini Dobi. Ky repart u krijua me ndihmën e doktor Drinit, u menaxhua për një kohë relativisht shkurtër si rrjedhoi humbjes së jetës nga doktor Drini. Mban emrin e tij pikërisht për këtë qëllim, që ky shërbim të vazhdojë atë që inicioi Drini, në aspektin që nëse njerëzit këmbgulin, gjithçka mund të arrihet. Nëse njerëzit kanë dashamirësim për të bërë gjërat siç duhet, gjërat mund të bëhen siç duhet. Në nderim të tij u përzgjedh kjo rrugë sepse ky shërbim për herë të parë në Republikën e Shqipërisë ofroi atë që ishte e re në mjekësinë moderne. Do të thonë sëmundjet ishemike të trurit ishin sëmundje pa zgjidhje, që nuk kuptonte nëse të ndodhte një situatë e tillë që dëmtonte trurin, për fat keq nuk mund të bëjë asgjë për ta kthyer procesin. Ndërkohë që me aplikimin e trombolizës, që është një antitrombotik i fuqishëm në sistemin venoz të pacientit, ky proces mund të zhbëhet duke minimalisht minimizuar pasojat dhe në rastin më të mirë duke i shmangur totalisht. Cilat janë çrregullimet më të shpeshta të pacientëve që drejtohen tek ju dhe me çfarë shenjash, simptomash vijnë ata fillimisht? Në momentin e parë që u hasëm me Covidin, kishte një grup shumë të madh pacientësh që ankonin atë humbjen e nuhatjes famshme, që pothuajse gjysma e pacientëve e kaluan me ecuri pozitive të mirë, por duke lënë humbjen e nuhatjes, që ishte një gjë shumë shqetësuese për pacientët, sepse humbisnin aftësinë për të orientuar me aroma dhe e quanin si frikë të madhe faktin që humbja e nuhatjes do ta çonte në një vazhdimsi jo të mirë nga ana neurologjike. Për fat të mirë, sëmundja stoponte me aq, domethënë gjithë vuajtja dhe dëmtimi i sistemit neurologjik shkonte në uljen e nuhatjes pa prekur elemente të tjera të sistemit nervor të pacientit. Grupet e dyta që ishin më të vogla në numër, por që ishin po kaq benigje në ecuri dhe që kishin ecuri shumë pozitive, ishin pacientë që prezantoheshin me dhimbje koke, që ankonin për disa ditë dhimbje koke, por që me uljen e gravitetit të virulencës zgjidhej dhe dhimbja e kokës.
për të arritur pastaj te grupet më të vogla të pacientëve, për fat mirë ishin këta grup mosha pacientësh që shfaqen dëmtim të enëve gjakut të trurit dhe përrjedhoi megjithatë ecurin klasike të një dëmtimi të trurit që është paralizja, pa aftësia për të kujdesur për veten, pa aftësia për të qenë aktiv, që për fatin e mirë ishin një grup shumë i vogël në morinë e pacientëve të infektuar me Covid. Përtej pandemisë, disa sëmundje të tjera neurologjike janë dhe Alzheimeri, demenca. Cilat janë shkaktarët për këto sëmundje? Siç e tham dhe në fillim që neurologjia është ajo degë mjekësisë që merret me të gjitha sëmundjet që prekin sistemin nervor. Dhe keqja e madhe e kësaj degë të mjekësisë është fakti që trajton shumë pacientë të cilët humbin ndjeshëm aftësinë për të kujdesur për veten. Dhe një nga këto është demenca, që është grupi i madh i këtyre patologjive që ndryshon mënyra si dëmtohet truri, po fundi është po një truri humbet aftësinë për të qenë i aftë të kryej ato funksione që janë nga më minimale deri te shumë të rëndësishmet. Me prezantuese sëmundjen e Alzheimerit, që është një dramë në gjithë botën. Në Alzheimer sëmuri një ndër shenjat më të shpeshta të prezantimit janë çrregullimet e kujtesës. Se humbja e kujtesës është vetëm fillimi i një grupi simptomash që ecurinë e tyre kanë në fund pa aftësinë e pacientit për të kryer qoftë veprime minimale, qoftë veprime të papërshvillshme që deri para pak kohësh e kryente me efikasitet të plotë. Për fat keq, Alzheimeri akoma nuk ka zgjidhje nga mjekësia, ka shumë preparate që ngadalsojnë ndjeshëm ecurinë e sëmundjes, që nuk kupton me trajtim medikamentoz, pacientët bëjnë një ecuri shumë të ngadalë dhe që është ecuri shumë herë më pozitive se ecuria e shpejtë që sëmundja rezervon nëse nuk ndërhyet me medikamente. A ka një mënyrë për të parandaluar të gjitha këto çrregullime neurologjike? Për të ruajtur një sistem të mirë nervor? Logjika e trajtimit të sëmundjeve neurologjike është individuale, kjo është dhe fryma e re e mjekësisë që nuk ka gjëra fikse për individ të ndryshëm, sepse gjithë popullata është e ndryshme, të gjithë njerëzit janë të ndryshëm nga njëri tjetri, por ka një të vërtetë të madhe që nuk kupton nëse pacienti vuan nga sëmundjet kronike që janë pararendës si dëmtimeve të mundshme, gjëja më e mirë që mund të bëj për veten është të kujdeset që të mbajë të gjitha parametrat në mënyrë sa më të stabilizuar, që nuk kupton nëse ti trajton të gjitha sëmundjet që ke në trup, ecuria ka përqenie qëndrueshme, afatgjatë në kohë dhe pa e përshpejtuar ecurinë e keqe të sëmundjeve. Patjetër që sistemi nervor neurologjik vuan nga gjithë komponentët e jashtëm, si keq ushqyera, si ndotja e ajrit, si jeta sedentare, si çrregullimet e gjumit, si ngarkesat e mëdha emocionale me të cilat njeriu përballen sot, ndikojnë në sistemin nervor, po thelbi dhe baza e dëmtimit të sistemit nervor është mjekimi siç duhet i sëmundjeve kronike. Nëse ti mjekohesh siç duhet, nëse kontaktet me mjekun janë të vazhdueshme, ecuria e sëmundjeve neurologjike mund të ngadalsohet ndjeshëm. Me pjesë të madhe të sëmundjeve dhe mund zgjidhet. Cilat janë ekzaminimet kryesore për të diagnostikuar një pacient? Mënyra se funksionon logjika e neurologut në diagnostikimin e një pacienti varet gjithmonë nga ankesat e të sëmurit. Për të vlerësuar sëmundjet e sistemit nervor qendror nga ana radiologjike, janë dy ekzaminime të mirënjohura nga popullata, që janë skaneri dhe rezonanca, të cilët bëjnë vlerësimin organik të trurit, domethënë shef trurin si organ, nëse ka dëmtime të mundshme apo jo. Ai që është ekzaminimi që bën vlerësimin funksional të trurit është EZH-ja e kompjuterizuar, që merr një rëndësi shumë të veçantë në sëmundje të mirënjohura nga popullata siç është epilepsia, ndërkohë që sistemi nervor periferik vlerësohet me elektromiogram, elektronervogram, dhe janë të gjitha ekzaminime që në varësi të simptomatikave që ka sëmuri, bëjnë një diagnostikim dhe vlerësim si të stadit, si të ecurisë së mundshme funksionale të sëmundjes. Në karakterin e ekzaminimeve, duke qenë se neurologjia është një degë e mjekësisë shumë e gjerë, patologjit janë të natyrave të ndryshme, duke patur parasysh që sistemi nervor nuk ka vetëm trurin, palcën edhe nervat, ka dhe funksionim metabolik që nuk kupton, ka shumë element të mikroqarkullimit apo të individit që nëse nuk janë në parametrat e duhur, ndikojnë ndjeshëm në mirë funksionimin e sistemit nervor të njeriut. Cili është momenti duhur që një person, që një pacient duhet të drejtohet tek neurologu? Pra mjafton vetëm një dhimbje koke, një dridhje muskujsh, kur duhet drejtohen ata tek ju? Është një pyetje shumë e rëndësishme sepse
duke patur parasysh natyrën e diskutimit që bëm deri tani, që nuk kupton dëmtimet neurologjike kanë një risk shumë të madh të jenë të parikthyer. Është e këshillueshme që të vlerësohet çdo ankesë neurologjike. Mjafton dhe një dhimbje koke për të detyruar pacientin ta vlerësojë situatën. Nuk ka asnjë të keqe se bën një vlerësim të mjeku i familjes, dhe nëse ai e gjykon si dhimbje koke normale, pa risk për të fshehur diçka pas asaj, mbyllet historia me kaq. Por nëse mjeku i familjes nuhat që ka një krizë hipertensive që ka provokuar situatën, nëse gjatë ekzaminimit vlerëson diçka shtesë që mund ta ndërlikojë curinë e mundshme të pacientit, është mirë të vlerësohet çdo ankesë neurologjike për frikën dhe faktin e madh se nëse ndodhin dëmtime të sistemit nervor, dëmtimet janë të parikthyer. Koha është elementi më i rëndësishëm i një neurologu. Ajo çfarë kuptova deri tani është se në momentin që nervat dëmtohen nuk rikuperohen, apo jo? Ka një dritare kohore që jep mundësinë mjekut ta zhbëjë ndodhin. Nëse kjo dritare kohore humbet, për fat keq është rrugë pa kthim, që nuk kupton. Pacienti do ta humbi përfundimisht funksionin e asaj pjese të sistemit nervor që i është dëmtuar. Pra, shqetësimi dhe më i madh i këtyre pacientëve është a do të shërohen, a do të kurohen, a do të rifitojnë ata shëndetin e tyre të plot. Cilat janë mënyrat e trajtimit të këtyre sëmundjeve, sa efikase janë? Deri tani ne përmendëm faktin që prezantimi i shpejt në spital të jep mundësinë që ti ta zhbësh ndodhin në mënyrë edhe 100%. Kemi patur raste që pacienti vjen i paralizuar me risk shumë madh për bërë komplikacione madhore kërcënuese për jetën dhe gjithë sëmundshmëria kthehet mbrapsht. Pacienti për 24-48 orë kthehet në normalitet. Ndërkohë, për ata subjekte që e humbasin këtë dritare, si rrjedhoje largësisë, si rrjedhoje pakujdesis, patjetër që ka një trajtim specifik që nuk kupton hapi parë i trajtimit të sëmundjeve neurologjik me dëmtime të sistemit nervor qendror, përkatësisht në sëmundjet ishemike të trurit apo hemoragjike, mjeku tenton të bëjë stabilitetin e të gjithë parametrave vital. Edhe pasi arrihet kjo, ka metoda rehabilituese që lehtësojnë ndjeshëm vuajtjen e pacientit dhe në afate kohore të mirë përcaktuara lejojnë të matet përmirësimi i mundshëm. Patjetër që ka përfitim, patjetër që pacienti përmirësohet, por duhet kuptuar që përmirësimi është shumë herë më i vogël se në momentin kur ti arrin ta shmangësh sëmundjen. Doktor, ju falenderoj për bisedën dhe informacionet që ndat me ne dhe ju uroj punë të mbarë këtu pranë shërbimit neurovaskular. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua. Unë po largohem nga shërbimi neurovaskular me përshtypjet më të mira, që ky shërbim ka patur dhe vazhdon të ketë mjekët më të mirë, më profesionist dhe që u kanë qëndruar afër pacientëve me humanizëm dhe përkushtim. Do të drejtohemi tani tek laboratori analizave mjekësore Intermedica, por këtë herë me disa ekzaminime më të specializuara. Shkojmë. Sot jemi në laboratorin Intermedica, e cila këtë herë vjen me teknologjinë më të fundit imazherike dhe ne do të realizojmë sot skanerin e hernjes diskale. Për këtë dritares së doktorit këtë herë i është bashkuar një paciente e cila na ka shkruar në rrjetet tona sociale. Zonja Gentiana Qendro është me profesion avokate dhe vuan nga hernja diskale. Dhe ne sot do të përfitojmë nga oferta e fundvitit për të realizuar skanerin te laboratori Intermedica. Përshëndetje, si jeni? Mirë. Unë jam Genta dhe jam e përsëritur nga Juve për të bërë pikërisht këtë gjë. Falenderoj. Faleminderit ju që pranuat, jeni sot pjesë e dritares të doktorit dhe Intermedicës që na mundsoi realizimin e skanerit për ju. Vazhdojmë brenda dhe stafi do na orientojë se si do të vijojë më tej procedura. Falenderoj. Faleminderit.
Tani fillojmë me ekzaminimin. Për një 3 minuta do të lëvizesh. Mund të rishë qetë, ekzaminimi ka përfunduar. Mund t'i ulësh duart. Tani do të presim rreth 4-5 minuta sa të bëhen rekonstruksionet që i bën vetë skaneri, që të shikojmë edhe për pjesën e përgjigjes pastaj. Pacientja e dritares së doktorit sot realizoi ekzaminimin e skanerit në klinikën Intermedica. Mbasi ajo realizoi pjesën e teknike të skanerit, tani jemi me mjekun radiolog për të marrë interpretimin nga ana e tij. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje. Pas realizimit të skanerit nga tekniku imazherik në aparaturën e skanerit, bëhet përpunimi i imazheve dhe transferimi i gjithë imazheve nëpërmjet sistemit PACS që e kanë të gjithë qendrat radiologjike tek zyra e mjekëve radiolog, që është pikërisht kjo zyra ku jemi ne. Do shikohet dhe bëhet interpretimi nga mjeku radiolog i ekzaminimit, që në rastin konkret kemi të bëjmë me ekzaminimin e shtyllës kurrizore të pacientes, dhe pas përfundimit të interpretimit hidhet i gjithë interpretimi në sistemin e Intermedicës, ku inkorporohet bashkë me gjithë historikun e pacientit me dhënat laboratorike apo ekzaminime tjera çfarë ka kryer pranë klinikës tonë. Në rastin konkret të zonjës, shikojmë që ka disa probleme me dishet intervertebrale, kryesisht në nivelin ndërmjet L3, L4, L4, L5 dhe L5, S1. Kemi një prolabim diskal në këto nivele, dhe pikërisht ky prolabim ose fryrje diskale, le ta themi në këtë formë, jep ngushtim të receseve apo komprimim të radikseve nervore, të rrënjeve nervore që dalin nga shtylla kurrizore. Dhe pikërisht kjo mund të manifestohet me dhimbje të anësive apo mpirje të anësive, të cilat i referon edhe zonja. Në këto raste normalisht duhet rekomandohet një konsult me një mjek specialist neurokirurg, i cili do të përcaktoj protokollin e trajtimit dhe të ndjekjes së zonjës. Sa kohë duhet tani që zonja të marrë përgjigjen dhe rezultatin final të ekzaminimit që kreu sot? Në varësi të fluksit të punës, në përgjithësi interpretimi jepet brenda ditës, brenda 4-5 orëve është gati si interpretim. Po kjo normalisht varet nga fluksi i punës së Intermedicës. Pasi bëhet interpretimi, siç thash, hidhet në sistemin unik të rrjetit të klinikave Intermedica, edhe zonja mund ta tërheqë përgjigjen në cilën pikë ka më afër. Thjesht mjafton të paraqitet pranë sekretarisë dhe printohet. Ndërkohë që disku me imazhet i jepet që në momentin që realizon ekzaminimin. Faleminderit doktor për kohën tuaj dhe për informacionin që na dhat. Faleminderit juve, punë të mbarë dhe ju.